demokratike, është çështja e presidentit. Edhe këtu kemi, siç e pam me deklaratat e zotit Haziri, që ka edhe këtu lëkundje, sepse aja, do thotë, një lloj konsenzusi para zgjedhor ishte që zonja Osmanit ishte kandidate e LDK-s për presidente. Tashti, a do t'jetë e mundur që zoti Abdigjiku ta ngrej me veti votën e deputetëve të LDK-s për kandidaturën e zonjës Osmani, mbetet të shihet, sepse edhe këtu ka lëkundje. Mi po në mendoj se megjithatë do të gjendet një lloj kandidature hipotetike, sepse ne e dim që kjo kandidaturë nuk do të pranohej për zotit Kurti. Përndryshe, zoti Kurti do thotë kundërshtonte vetveten me ato çka ka bë në para